mund të zgjerohemi dhe pak më shumë këtij lajmi që unë kam zgjerë në ekran. Ky është lajmi i fundit sigurisht, por ne mund zgjerohemi pak më shumë. Në çfarë faze jemi futur, ambasador, duke mos eliminuar pikërisht këtë fabulë që kemi në ekran. Në çfarë faze jemi futur të luftës? Deri pas ditën e sotme, situata duke shumë shqetësuese për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës. Ka njoftime për përqendrim trupash infanterie, toksore, në rrjet toksore në Iran. Pas dite si nga Pakistani, ashtu dhe me gojën e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, çdo njoftimi që para fundjavës, ose maksimumin fundjavë, do ketë bisedime sërish midis amerikanëve dhe iranianëve. Nëpërmjet pakistanezëve? Në Islamabad. Në Islamabad, po. Dhe iranianët ende nuk janë shprehur, nuk e kanë konfirmuar këtë lajm, por disa komentatorë, analistë amerikanë që ndjek unë për këtë çështje, siç është Trita Parsi, shprehin besim absolut që bisedimet do të rifillojnë dhe pothuajse palët tashmë kanë rënë dakord përse do të merren vesh. Dhe çështja e marrëveshjes midis të dyve, amerikanëve dhe iranianëve, nuk është se ka ndonjë problem që ata nuk merren vesh me njëri tjetrin. Problemi është Izraeli. Sa do të jetë Izraeli i kënaqur me këtë marrëveshje që do të arrijnë amerikanët me iranianët. Dhe sipas fjalëve të John Mearsheimer, që është profesor në Universitetin e Chicagos, ai thoshte se ne jemi në një situatë ku nga njëra anë është ndikimi i Izraelit mbi presidentin, dhe nga ana tjetër është Titaniku, ekonomia e krahasonte Titanikun me ekonominë botërore, që po shkon përplasje drejt icebergut. Sa më shumë e mban Izraeli presidentin në ndikim, aq më shpejt edhe më po i afrohet icebergu, ky Titaniku icebergut. Qartë. Sot fakti që i ka shenja të forta që do të vazhdojnë bisedimet, do të thotë që ndikimi nuk është ai që mendohej i Izraelit mbi Shtetet Bashkuara të Amerikës, që do të thotë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur dhe ato ca interesa të veta dhe nuk është thjesht i mori Izraeli dhe i futi në luftë. Dhe është lajm i mirë për ekonominë botërore, se si do hapet ngushtica është çështje tjetër, po ngushtica do hapet. Le të rim pak te ngushtica, ambasador, nëse më lejon. Po. Ishte mua më duk brillante kjo dhe gjithë analistët që dëgjoj e quajnë një gjë të parashikuar. Nuk ishte shkuar mendja që brenda këtij pushimi 2 javor që lajmëroi Trumpi para pak ditësh, të merrej ky vendim që amerikanët tani Trumpit i thotë tyre, "Okej, dakord", i thotë iranianëve, "Ju nuk doni të merrni vesh. Atëherë nuk e bllokoni dot ju ngushticën, do bllokoj unë." Në një mënyrë kjo ishte një gjetje e paparë. Nuk e di tani kujt ka qenë ideja. Dhe nuk e di a kemi hartën apo jo, leti do të ketë disa materiale atje. Po ta vësh re, amerikanët kanë krijuar kanë futur anijet e veta, ajo aeroplan mbajtse është shumë larg ndërkohë, për që ne mbrojtur, po këto anijet e tjera të vogla amerikane kanë krijuar një si tip kështu kurbe që është pothuajse më fiks atje ku mbaron kufiri në det, po flas, ku mbaron kufiri Irani dhe fillon Pakistani, deri këtej nga i bie këtej Emiratet, apo Emiratet janë këtej, nuk janë Arabia Saudite. Omani. Deri në Oman. Pastaj kanë bllokuar gjithë dhe tani amerikanët që ja, kjo është një hartë, nuk e se çfarë mund të kuptojmë me këtë hartën këtu, me këto të kuqe të ledjo, se unë kam çik larg në fakt, them drejtën, po do na duhet një hartë në fakt ku të shikonim anijet amerikane se ku janë vendosur. Ku janë vendosur si i bllokojnë. Pra se thuash, sipas jush, ambasador, është një ide e mençur kjo, që tani në vend që të bëj traun Irani, vë traun amerikanët? Ideja shumë e mençur, po varet për çfarë. A është për të ndaluar naftën që të dalin në treg, apo është thjesht... është për të dëmtuar Iranin, se Irani fiton në ditë nga nafta dhe nga gazi që shet, nuk e di sa milion. Apo është pikërisht për të që po thoni juve tani, apo është thjesht një marifet për marrëdhënie me publikun amerikan për të treguar sa të fortë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që dinë të tregojnë vendin Iranit dhe nesër pastaj kur të fillojnë bisedimet, të thuhet që bisedimet po rifillojnë për shkak se ne ushtruam presionin e duhur dhe i treguam vendin i atollave të mallkuar që nuk marrin vesh ndryshe përveç se me mjet e presionit. Pra, ajo që po mundohem të them në raport me atë që e dhat juve si lajm, është pak më ndryshe, pra nuk besoj se ka të bëj edhe aq me një operacion taktiko ushtarak, le të themi,
për të frenuar daljen e naftës dhe paksimin e burimeve të Iranit të fitimeve që merren nga shitja e naftës, se sa është për marrëdhënie me publikun për t'i shitur nesër pas nesër publikut amerikan atë marrëveshje që do arrijë. Ju thoni është thjesht retorikë elektorale, por për çfarë? Jo elektorale, është manovër për marrëdhënie me publikun. Për t'i dhënë fund luftës. Domethënë 1.6 milion fuqi në ditë para bllokadës, kalonte Irani, $130 milion në ditë, sot $0 si pasojë e bllokadës. Kjo si përkthehet? Kjo përkthehet varet nga se në dëm të Iranit apo? Nga del lajmi. Kjo përkthehet nga del lajmi. Nga është ky lajm që Irani ka nxjerrë 0%. Është open source kjo. Osint. Shiko, blokada amerikane do të thotë që çfarë janë anije që dalin nga portet e Iranit, jo anije që dalin nga portet e tjera. Nga Irani po flasim. Po sot bësh fjalë që anije që dalin nga Irani i lëshojnë sinjale sikur po dalin nga Arabia Saudite, sikur po dalin nga burimet e tjera, janë ato që quhen spook signal. Domethënë sinjale elektronike të cilat interceptohen nga ata që forcojnë blokadën, që zbatojnë blokadën, sikur nuk është anije që ka dalë nga portet iraniane, po ka dalë nga i portet. Po e dëgjova unë, amerikanët janë në gjendje që ta marrin vesh se nga vjen anija. Atëre, kjo është, si thua, artific, për të thënë që ne jemi të detyruar ta lejojmë se kjo anije është kineze dhe ne nuk mund të hypim në bord një anije kineze. Këtu është problemi. Si do bëjnë me anijet kineze, ai bllokojnë apo jo? Jo, nuk i bllokojnë, do t'i lejnë të kalojnë, siç i kanë lënë të kalojnë. Dhe lajmet janë që nuk i lejnë të kalojnë, por në fakt ato kalojnë. A është e sigurt kjo? Është sepse ja duke ta gënjur ambasador thonë. Jo, nuk po na gënjejnë, po bëjnë politik. Domethënë, të bësh politik do të thotë të gënjesh me mjetet Jo, qartë, kur them të gënjur, nuk e them me të keqe, jo. Domethënë, shiko, ajo që është e rëndësishme për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është që çmimet e naftës dhe të gazit në Shtetin Bashkuar të Amerikës mos rriten, që çmimet e ushqimeve mos rriten, që mos rritet në norma e inflacionit. Pjesa tjetër, pastaj se si është detyrë e tij, se si e paketon një politikë caktuar apo një masë të caktuar. Dhe ata që janë më të familiarizuar me mënyrën e të bërit politik të presidentit, ata thonë për shembull një nga teknikat taktikat që mund quhet e bisedimeve të zotërisë në fjalë është që hedh një granat në dhomën ku janë mbledhur njerëzit për biseduar dhe pastaj thotë ç'kemi çuna si jeni, hajde të bisedojmë tash për të zgjidhur problemin. Pra e krijon problemin dhe pastaj e zgjedh. Dhe nuk e din se ka rënë muhabeti më përpara, kam përshtypjen që po e përsëris. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në 92-shin kur kam vajtur, unë kam mësuar një gjë shumë interesante që për administratën amerikane nuk ka politikë të gabuar. Ka vetëm komunikim të gabuar me publikun, që nuk ja shpjegojmë, publiku nuk e kupton. Kjo është perë. Dhe është pa aftësia jonë që nuk e kemi shpjeguar si duhet publikut politikën tonë. Më ri pa këtu se kjo më pëlqeu shumë. Nuk e kam thënë përpara, kam përshtypjen. Jo, se ke thënë këtu. Ndryshe do ta kujtoja. Okej. Pra, atëre, nuk ka politika të gabuara. Ka komunikim të gabuar. Ka komunikim të gabuar. Po komunikim të gabuar pa qëllim apo me qëllim? Njërë pa qëllim, me qëllim rëndësi ka që të korrigjohet gabimin që kemi bërë në komunikim që popullit na mbështesi. Pra populli si na mbështet duke mbajtur të ulur çmimin e gazit dhe të naftës, sepse e gjithë situata ekonomike është një kaskadë, domethënë në momentin që rritet benzina. Si afektohet amerikanët nga kjo që po ndodh në Hormuz? Ata nuk janë klientë Hormuzit fare. Afektohen indirekt? Direkt, sepse përsëri është politik. Zoti president thotë që ne s'kemi lidhje fare, ne prodhojmë naftë shumë, s'kemi lidhje me këtë, ne prodhojmë më shumë se Rusia, se Arabia. Nafta kuotohet në çmime ndërkombëtare. Pra, në mënyrë figurative, konsumi i naftës është një pishinë e madhe, ku hedhin të gjithë, furnizojnë të gjithë, dhe pastaj marrin të gjithë për të furnizuar vetën e tyre. Nuk ka më si në kohën e komunizmit. Zoti president do të bëjë këtë gjë, të mbylli kufit e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të ketë një ekonomi të komanduar nga shteti. Që quhet merkantilizëm, t'i kthehet traditës hamiltoniane apo McKinley e kështu me radhë. Kjo është këtë ka bërë me dije Jamison Greer kur erdhi në Davos, se kush është ideali i kësaj administrate për të mënyrën se si do të qeverisë ekonominë. Por nuk është atje akoma. Në këtë këndvështrim, nafta kuotohet ndërkombëtarisht dhe përpasoj, nëse rritet në çmimin, po them në Kinë apo në Japoni apo në Kore, do të rritet edhe në Amerikë, është pa diskutim. Mundet këtë politika rajonale lehtësuese, si mund bëjë edhe shteti shqiptar, që të ndihmojë njerëzit për ato parat që ju merr si rritje çmimi, që duhet t'ja japin një formë tjetër. Qartë. Diku ka shtete që e bëjnë, siç mund të jenë amerikanët, por ne nuk e bëjnë, do ta bëjnë duke mësuar nga të tjerët. Po në rastin konkret në këtë mënyrë ndikohet çmimi sepse kuotohet ndërkombëtarisht. Open source inteligent. Pra, lajme nga lajmet e hapura
ambasador, kjo është për të ashtu bisedën. Tankeri i parë i naftës bruto, para 3 orësh është ky lajm. Tankeri i parë i naftës bruto kalon tranzitin e Ormuzit që nga fillimi i blokadës SBA-s. Ania Agios Fanurios, me flamur të Maltës, hyri në gjirin persik të mërkurën, duke u drejtuar për një Irak për ngarkesa që nuk lidhen me Iranin. Agios Fanurios, Fanurios një është ky. Një supertanker jo i sankcionuar që udhëtonte për një Irak u bë transportues i parë i naftës të përpunuar që kaloi në ngushticën e Ormuzit në drejtim të perëndimit që nga fillimi i blokadës amerikane. Që ndoshta më duhet ta përsëris edhe një herë diçka që kam thënë disa... Jo, në ekran nuk quhet përsëritja. Nuk ekziston përsëritja. Ka të bëjë me cinizmin dhe mizorin e gjeopolitikës në raport me qenie njerëzore. Pra, të gjitha ata që flasin për gjeopolitik duket sikur janë qenie jo humane, sepse praktikisht janë vrarë me mira njerëz, janë shkatërruar me mira objekte civile në Iran. Domethënë, kjo luftë për 4-5 javë ka bërë dëme të jashtëzakonshme, për të cilat të vjen pak rënd kur flet Ania doli, hyri dhe nuk merr parasysh koston e madhe njerëzore që ka shkaktuar kjo luftë. Por gjeopolitika kështu e ka. Në momentin që ti do analizosh diçka në kuadrin e gjeopolitikës, do e heqish atë... Do të heq emocionin. Atë emocionin, atë gjë njerëzore. Tu jemi dakord. Por padyshim me shumë dhimbje. Jo, duhet... Do të jesh politikisht korrekte, kuptoj. Për të qenë politikisht korrekte, për të mos menduar ata që na shikojnë, na ndjekin, që kemi të bëjmë me njerëz që nuk kanë... Unë besoj që publiku që na ndjek ne ambasador është publik shumë smart dhe i zgjuar. Absolutisht, me jashtëzakonisht shumë respekt dhe konsiderat. Tash në këtë këndvështrim, këtu kemi të bëjmë me interesa shumë të mëdhaja. Unë kam bërë me dije disa lloj analiza që kanë të bëjnë me kompleksin ushtarak industrial, kompleksin transnacional financiar dhe tekno, inteligencë artificiale, Elon Musku, etc. Këto që ndodhin, hyri një tanker, doli një tanker, hyri një flamur, doli një flamur, një blokad, një kundër blokad, një raket, 2 raketa. Po të shikosh, kanë të bëjnë me një rishpërndarje të fuqisë në rajon. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës mundet, natyrisht që nuk e vëmë dot dorën në zjarr, po mundet që Hormuzi të jetë momenti i Suezit, siç ishte momenti i kanalit Suezit për perandorinë britanike, të jetë Hormuzi për perandorinë amerikane, në kuptimin e tërheqjes nga roli i xhandarit ndërkombëtar, të cilin e kanë deklaruar vetë. Pra, vjet në 20 jantar dhe para mbrapa, zyrtarët më të lartë amerikanë kanë deklaruar që do të tërhiqen gradualisht. Pra, bota, siç ka qenë deri tani, nuk është më. Ne do të rriqemi nga angazhimet tona ndërkombëtare dhe këtë e kanë treguar edhe me qëndrimin që kanë mbajtur ndaj NATO-s, ndaj institucioneve të tjera ndërkombëtare, Kombeve të Bashkuara e kështu me radhë. Kështu që në këtë këndvështrim, po ta shikosh nga ana strategjike, Irani është dobësuar sa nuk ka ku të shkojë më, me gjithë to goditje që ka marrë. Natyrisht që e ruan fuqinë që të godasi përsëri, pra nëse nesër pas nesër do të ketë një përshkallëzim, është në gjendje të godasi dhe këto uzinat e ujit, fabrikat e ujit të vendeve të shkripzimit e këto, po. Shkripzimit e tjera me radhë. Pra është në gjendje të bëjë dëm kolosal përsëri. Por nuk është ai që ka qenë para luftës, është fakt sigurisht me gjithë tome. Nga ana tjetër, edhe Izraeli nuk është më ai që ka qenë, qoftë edhe nga pikpamja do flasim pas pak ushtarake, por mos harrojmë influencën e jashtëzakonshme që ka në psiqikën e banorëve të Izraelit të jetuarit për një kohë të gjatë nën terrorin e bombardimeve, të rënies së raketave etj. Dhe thuhet që janë me qindra mijëra njerëzit që janë larguar përkohësisht apo përfundimisht nuk dihet, por që janë larguar nga Izraeli. Të ardhurat nga turizmi kanë rënë, të ardhurat nga ekonomia është në gjendje. Po sondazhet e prap janë sondazhet nuk janë poshtë. Pra janë përgjithësi njerëzit në Izrael, pra me sondazh ideal në atje, thonë që ne jemi gati të durojmë. Patjetër. Se ato e kanë esenciale me të duket. Mos harrojmë që ju jeni më të rinj, po unë jam goxha më i vjetër dhe dikur edhe unë kam besuar që do hanin bar dhe imperializmi nuk do i dorëzoheshim në kohën e komunizmit në Shqipëri. Kështu që në momentin që një popull indoktrinohet, siç kanë izraelitët që kanë 40, 50, 60 vjet që jetojnë në të njëjtin terror apo psiqik terrori nga vendet shenjtë, patjetër që opinioni publik është i atij mendimi. Por po flasim për gjëra konkrete që kanë të bëjnë me ekonominë. Dhe të gjithë, shumica, le të themi 67% e naftës që shkon në Izrael shkon nga Turqia, janë tubacionet e naftës që shkojnë nga Azerbajxhani në Turqi dhe nga Turqia shkojnë në Izrael.
Pra, në momentin e acarimit situatave, siç po duket midis Izraelit dhe Turqisë, mundet që të ketë vështirësi edhe në furnizimin me lëndë parat të domosdoshme për funksionimin e ushtrisë. Pra, le të mbetemi ke ajo që nisat... Te Ormuzit, mos ikim nga kjo. Po pra, për të shpjeguar. Pikërisht pra, situata strategjike është kjo. Irani është dobësuar, Izraeli është dobësuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pothuajse janë të larguara si baza ushtarake nga rajoni, se baza ushtarake nuk funksionojnë dhe për momentin nuk ka asnjë angazhim nga ana e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për t'i rindërtuar. Përkundrazi, disa vende të rajonit po thonë që më mirë lërini ashtu siç janë, mos i ndërtoni më, që do të thotë një kusht tjetër i nevojshëm për kapitalin transnacional, kapitalin financiar transnacional, për ta kthyer rajonin e Gjirit në një vend ku të mbizotërojë paqja dhe të ketë investime dhe të ketë zhvillim ekonomik. Kjo është e lidhur me Gjirin tash me Kinën dhe vërtet që shumica e tankerave që dalin nga portet e Iranit shkojnë në Kinë. Kështu që bllokada që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë anijeve do të thotë që mos shkojnë në Kinë. Ndërkohë që të gjitha bisedimet bëhen që Kina përmes BRICS-it të shtojë influencën në Iran dhe nesër pas nesër të ketë një Iran të vasalizuar ndaj Kinës, që nëse do duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merren me Iranin, më mirë merren me Kinën, si superfuqi që arrin të merren vesh me njëra tjetrën. Për ta mbajtur Iranin në kontroll. Nga ana tjetër, Irani është shumë interesante po ta shikosh në detaje se për çfarë nuk bien dakord iranianët për sa i përket programit bërthamor. Ata janë dakord, siç edhe kanë deklaruar, nuk do bëjmë armë bërthamore, janë dakord të dorëzojnë uraniumin e pasuruar deri në 60%, ato 440 apo 50 kg që kanë. Janë dakord të angazhohen që nuk do të pasurojnë uranium dhe le ta marrin uraniumin e pasuruar nga jashtë për të funksionuar institucionet e shëndetësisë edhe ato 2-3 centrale bërthamore që kanë. Janë dakord që të heqin dorë nga e drejta për të ekzekutuar të drejtën e tyre për të pasuruar uranium. Por nuk mundet të heqin dorë nga e drejta e tyre për të pasuruar uranium. Është çik si lloj fjalësh, por vetë ta përsëris edhe një herë për të qenë më të qartë. Iranianët janë antarë të Non-Proliferation Treaty, NPT, mosparapjes së armëve bërthamore. Në bazë të këtij traktate janë të titulluar që të pasurojnë, si Gjermania, Korea, si kushdo tjetër antar. Tash i vetmi vend të cilit i kërkohet që të angazhohet që të mos pasurojë është Irani. Ndërkohë Irani thotë unë angazhohem që të mos e ekzekutoj të drejtën të pasurojë, po mos njihni të drejtën per se, të drejtën teorikisht. Qartë. Sepse në qoftë se unë jam antar i NPT-s. Dhe ti më heq të drejtë, domethënë unë jam deli azez, që unë jam në këtë shoqëri ndërkombëtare, por nuk meritoj të kem të njëjtat drejta si gjithë antarët e këtij shoqërisë. Pra atë dam, atë apo të vërtet qoftë që merret me terrorizëm apo shteti për terrorizëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mundohen që ta damkosin një herë mirë, thonë që ja ju ku jeni sepse ju jeni antar, por nuk mund të ushtroni të njëjtat të drejta si gjithë antarët e tjerë. E kuptova. Në këtë këndvështrim, kjo pengesë është jashtëzakonisht e kapërcyeshme dhe prandaj ministri i jashtëm i Iranit tha në Islamabad kur ndërprerën bisedimet. Ne memorandumin e mirëkuptimit e kishim gati për ta firmosur. Papritmas u bëj telefon me Izraelin dhe u prish marrëveshja. Që do të thotë, palët janë jashtëzakonisht afër dhe mendohet që do të rifillojnë së shpejti. Ti kthehemi me merakut kryesor dhe temës, se çfarë po ndodh në Gjirin e Hormuzit. Në Gjirin e Hormuzit po luhet loja për publik, që ne të shikojmë se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fuqia dominuese dhe diktojnë rendin e ditës të zhvillimeve të mëtejshme. Ndërkohë, fuqia e tyre sa vjen edhe bie, janë një shtet që kanë 39 trilion dollar borxh. Ajo që e bën jashtëzakonisht pozitive optikën që po flasim sot, se nesër mund të ndryshojnë gjitha gjërat, po ajo që bën pozitive është fakti që vizita e presidentit në Republikën Popullore të Kinës vazhdon të jetë në rend të ditës, është në agjendë, dhe nga presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës shikojmë vlerësime gjithmonë më pozitive për Kinën, për rolin që luan Kina. Natyrisht herë mas here me tone kritike, që mos bëjnë këtë se unë do bëj këtë, por po të shikojmë nga kërcënimi apokaliptik që do të zhdukte një civilizim të tërë brenda një nate, në thëniet që do të bisedojmë, është si nata me ditën. E luan ai këtë pjesë, e luan bukur. Nuk besoj se ai ka probleme mendore, ai ka përshtypjen se e bën vetë, e luan vetë të rol.
Kështjarët të aty pra që hetë granatën brenda në një dhomë ku janë njerëz, pastaj thotë çuna si jeni, hajtë flasim. Po, për kësaj radhe janë ka përsyer shumë kufi që detyruan edhe papën të ndërhynte, sepse kjo çështja e zhdukjes së një qytetërimi dhe... Po prapë nivel retorike mbetet kjo gjithë ambazor, jo kuptoni më se unë. Po duke e kombinuar, duke parë pastaj në sfond edhe me çfarë thot sekretarit i luftës. Që shpret, me aq sa ka deklaruar sekretarit i luftës deri më sot, është totalisht i ekspozuar për tu dënuar për krime lufte. Domethënë për çkeljet ligjit amerikan të luftës, edhe për çkeljet ligjit ndërkombëtar të luftës, me ato që ka thënë. Nuk ka mëshirë, nuk ka robër, nuk ka... Mënyra se si flet është totalisht jashtë kontrollit dhe... që mund të dënohet dhe thjesht për retorik, për fjalë? Po patjetër. Pa akt? Po patjetër. Të retorika është i intencion. Mund të dënohet jo për... Po kur s'ka akt, thonë ju, prapë është e njëjta gjë? Po, është shprehje e qëllimit. Ti po shpreh një qëllim që ke ndërmend ta bësh. Qartë. Pastaj krime lufte kanë ndodhur sa të duar që mund ta vërtetojnë, dhe janë goditur 30 universitete, shkolla e fëmijëve në fillim po. Vajzave. Kështu që retorika mbështetet edhe nga fakte të tjera. Por më rrezikshme që kam përshtypjen të detyroj edhe papën të bëhesh pjesë e kësaj, ka të bëjë me një dimension fetar që janë munduar amerikanët t'i japin luftës, që luftojnë për Zotin, na mbron Zoti, dhe ai tha ata që bëjnë luftë, shprehimisht tha, Zoti nuk i dëgjon, Zoti i refuzon lutjet e atyre që bëjnë luftë. Tha papa. Tha papa. Dhe pastaj kemi një goxha retorik nga ana e zëvendës presidentit, i cili është katolik, që me shumë mjeshtri i vë papës në gojë fjalë të tjera, duke thënë që po e citoj besnikërisht ato që ka thënë papa, me demek sikur papa pas ka thënë që kush valvit shpatën, nuk e ka mirë. Papa nuk e ka përmendur fjalën shpatë asnjëherë gjatë këtyre 2-3 javëve të fundit, por zëvendës presidentit duke ndryshuar fjalorin e papës, i jep një rrotullim tjetër fjalëve. Dëgjoja sot një trampist të thekur francez që e pyesin në ekran për këtë punë e papës, edhe ai ishte trampist i thekur dhe tha, më vjen keq, tha, po në këtë rast duhet të them që on tu shpao papë. Papa nuk preket. Me këtë Trumpi egzageroi, sepse në fundit s'ka asnjë dhe interes, në kuptimin ai ka 2 milionë ca besnik papa, ndërkohë që çfarë interesi ka ti biesh papës. Nëse kjo ishte sa batut, do të kalojmë te pjesa tjetër. Ka një gjë që del jashtë një logjike të caktuar. Zëvendës presidenti thotë, papa të bëj kujdes kur flet për probleme teologjike. Ne do bëjmë kujdes kur flasim për problemet politikave publike, kurse papa të bëj kujdes kur flet për probleme teologjike. Thonë, lej çik pa mend në kuptimin kur ti tërheqësh vëmendjen papës që të ketë kujdes kur flet për probleme teologjike. Aq më tepër kur je besimtar. Nëse ata e trajtojnë papën si personazh politik, nuk e trajtojnë thjesht si zëvendësin ose si thua të parin e katolikëve, si fe, e shohin dhe si shtet, pra e shohin si në këtë kuptim është debati pra. Kjo administrat, po. Administratat e tjera amerikane nuk kanë të guxuar ta bëjnë. Jo, se nuk e bëjnë, jo. Këta janë të guzimshëm vërtet. Ambasador, para sa mbyllim, më vjen një pyetje për ty, po më jep fjalën të më përgjigjesh se vërtet do ta mbyllim këtë pjesë, sepse kemi edhe një pjesë tjetër shumë të rëndësishme, që është gjithmonë lidhje me këtë gjë, me Izraelin, së radhë me Libanin. Ambasador, më thonë, për çfarë pasurojnë uraniumin mbi 20% iranianët, kur kanë vetëm një central bërthamor në Bushehr, i cili prodhon vetëm 2% nga totali energjisë që konsumon në Irani, për energji bërthamore civile duhet që uraniumi të arrijë vetëm 5% i pasuruar. Absolutisht. Iranianët kanë bërë, me sa gjykohet nga çfarë lexoj, kanë dashur të kenë statusin e vendit prag armë bërthamore. Pra, edhe për të respektuar ligjin atë urdhrin fetar të Khameneit, që ndalonte sepse sipas doktrinës tyre armët e shkatërimit në mas janë haram sepse vrasin edhe të varfër. Pra, nga një anë zbatonin fatwen e tij, por nga ana tjetër mbanin 60%, 66% nivelin e pasurimit. Në një moment caktuar, po t'ju duhej, brenda 2-3 javësh mund të prodhonin armë bërthamore. Që mbajtja e uraniumit të pasuruar nga ana e Iranit
është vërtet problem dhe jo më kot pjesa më e madhe e globit është i shqetësuar nga programi bërthamor i Iranit, sepse janë munduar ta kenë bile 8 postolësh, një profesor i Universitetit MIT të Massachusetts, ai thot, për mendimin tim janë gja vend bërthamor, sepse po ta kesh uraniumin e pasuruar në 60-70%, pjesa tjetër është çështje ditësh dhe mund ta bësh edhe në një apartament të thjeshtë me disa centrifuga. Pra, në përgjigje të pyetjes, shqetësimi është absolutisht legjitim që Irani është në prag apo ishte në prag të krijimit të armës bërthamore. Ambasador, për ta mbyllur këtë fabul, ideja është kjo, ta mbyllim me një gjë të thjeshtë, me një shembull. Vjen tankeri kinez i madh në Hormuz. Amerikanët që kanë bllokuar në këtë moment po flasim ne, ushtria amerikane, flota. Në momentin që e ndalon, dhe kinezi i thot, po deshëm qëllohën, nuk ndaloj. E qëllon amerikanët apo jo? Nuk shkon puna deri, nuk e qëllojnë, por nuk shkon puna deri atje. Sepse do jenë marrë veshën përpara me spook signal, që jam apo s'jam, ti je, unë jam. Me skujt? Sinjali falso. Qartë. Që unë s'kam dal nga në i port i Iranit, s'kam dal nga Emiratet e Bashkuara, fjallet janë, apo Arabia Saudite. E kuptova. Dhe ti thua nuk kalon, kjo s'ndodh asnjëherë, që të godasi një tanker kinez. Nuk ndodh. Pra, Trumpi nuk do e bënte dot. Absolutisht, nuk ndodh. Nuk ka se si. Do më thënë, ka një shprehje thotë, më gënjese po më vjen mirë. Do më thënë, ka raste që njeriu për të kapërcyer një situatë thotë, më rrej se kështu më intereson. Edhe në këtë rast... Më gënjese po më vjen mirë, kjo është e bukur shumë. Ledio, ikim pak në Dorojlan, bëjmë një xhiro dhe kthehemi prapë me ambasadorin, sepse kemi dhe një histori tjetër për treguar, është dhe ai është lajmi i fundit, për herë të parë në 30 vjet.